Arlind, Dia Gronshej të ka barazuar me Edi Ramën e Sali Berishën duke thënë që dhe ti do marrësh lekë shqiptarëve, ndërsa ai duhet t'u kthej. Në këtë fushat, kandidatët tanë rival janë gati thonë çfarë do lloj budallëku për siguruar një vot më shumë. Gjithsesi, Agroni nuk e kupton, po ja shpjegoj unë që taksa dhe vjedhja nuk janë e njëjta gjë. Shqipëria e këtyre dekadave të fundit vuan shumë nga hajdutëria e madhe. Pra nga fakti që përtej ligjit, përtej taksës, ata që kanë pasur pushtetin, ata që kanë qenë kryeministër, ministra e deputet, kanë vjedhur popullin shqiptar. Po ashtu duhet bërë një dallim midis personave dhe grupeve shoqërore që paguajnë taksën, sepse nuk ka taksa të larta apo të ulta për të gjithë. Varet kush dhe sa taks paguan. Kush propozon taksën e sheshtë, është në fakt duke propozuar që të varfrit, punëtorët dhe shtresa e mesme të paguajnë më shumë taksa e të pasurit paguajnë më pak taksa. Agronsheje po propozon një model taksimi ku ai vetë dhe oligarkët do të paguajnë më pak taksa, po nga ana tjetër punëtorët, mësuesit, të gjithë të tjerë do të paguajnë më shumë taksa. Ndërkohë që Lëvizja Bashkë është për një model vërtet progresiv, taksimi ku punëtorët të varfrit dhe shtresa e mesme paguajnë më pak taksa se sot, e Agronsheja dhe oligarkët paguajnë më shumë taksa, madje goxha më shumë taksa nga që kanë paguar sot. Këto taksa bashkë me luftën ndaj korrupsionit na duhen për të më këmbur shtetin ton social. Na duhet për të punësuar më shumë mësues, në mënyrë që fëmijët tanë të rrinë më gjatë shkollë, edhe me një mësues të dytë, të bëjnë një kurs sportiv, një kurs artistik në shkollat publike dhe jo të paguajnë prindit pafundësisht qendrat private të kurseve. Na duhet për të punësuar më shumë mjek, më shumë infermierë, sepse Shqipëria e sotme ka nivelin më të ulët të mjekëve dhe infermierëve si numër në Evropë për sa i përket numrit popullsisë. Prandaj na duhet shtet social, na duhet lufta e korrupsionit, lufta e oligarkisë dhe mbi të gjitha na duhet një model i ndershëm taksimi.